është më subjektive apo objektive e bukura? Për mua është objektive dhe absolute. Bëhet subjektive dhe ka shumë po e pres këtë lloj diskutimi dhe debati. Është subjektive për formën se si ne e lexojmë, por në fund të fundit çdo gjë e bukur na bën të ndihemi mirë. Kemi një tendencë të dëshirë për ta përkufizuar dhe për ta vënë në korniza, përpiqemi të kuptojmë çfarë është e bukur, duke kuptuar simetrinë, duke kuptuar ngjyrën. Por nëse dalim nga këto korniza dhe nga nevoja tonë për ta shpjeguar, edhe thjesht we let ourselves flow, çdo gjë është e bukur nëse e shohim me atë këmbvështrim, atë është objektive absolute, është një nevojë për të evoluar. Edhe nëse fillojmë të flasim që nga teoria e Darwinit, i cili pati atë dëshirën për të kuptuar se çfarë është e bukur, ai tregoi që është forma se si ne zhvillojmë speciet, jo vetëm speciet njerëzore, por është një nevojë zhvillimi në përgjithësi në qeniet në tokë. Domethënë disa gjëra që janë të bukura, të mirëqëna, le të themi, janë objektivisht për gjithë secilin të bukura. Unë bëj këtë pyetje për vetëm fakt sepse ndryshe nga ç'është eksperienca ime, nga arkitektët e vetëm që mendon se e bukura është objektive, pak në eksperiencën time, por me aq sa jam unë në dieni, një pjesë dërmuese e arkitektëve, përfshirë këtu dhe profesorë dhe pedagog, përfshirë këtu dhe të dy fakultetet e arkitekturës që unë kam pasur afër për sa i përket shkollimit tim, janë të bindur që e bukura është subjektive, janë të bindur me atë pjesën që diçka që i duket njërit, le të themi në zhargon pler, i duket tjetrit thjesar, kurse unë edhe i kushtëzuar nga mënyra se si mendoj, edhe i kushtëzuar nga jeta ime profesionale si inxhinier i ndërtimit, mendoj dhe i qëndroj rreptësisht dhe në mënyrë radikale faktit që bukura është objektive dhe të gjitha ato që përmendëm më përpara, për shembull godinat e mbetura klasike greke apo romake, kështjellat japoneze apo le të themi të gjithë në Sadaraja në Indi e vërtetojnë që bukura në fakt nuk është ashtu subjektive, është objektive, sepse edhe ata atëherë edhe ne sot i cilësojmë si të bukura, i cilësojmë si frymëzuese, i cilësojmë si piknisje të demokracisë apo të filozofisë. Bu. Podcast.